Ta vazhdoj atje ku e la profesor Maksi. Duke filluar nga koncepti i faktit që në Shqipëri, këto 2 muajt e fundit ne po shohim diçka shumë interesante. Unë dhe avokat Haxhia jemi avokat në një çështje ku gjykata me vendime të posaçme na ka ndaluar publikimin. Dhe për këtë arsye dhe profesori e publikimit të akteve dhe të vendimit. Dhe për këtë arsye ne rrim vetëm në procedurat dhe në parime normale. Por këtu çuditërisht po ndodh diçka tjetër. Pavarësisht se neve na ndalohet që të bëjmë publike me të drejtë sipas prokurorisë dhe gjykatës të tëra dhënat e një dosje hetimore, dosjet e tjera dhe dosjet që janë paralel të nxehta në situatën ku jemi, nuk del asnjë presje, nuk del asnjë fjalë, nuk del asnjë element i saj. Aty zbatohet në mënyrë të përpikt sekreti hetimor. Këtej nuk zbatohet. Megjithatë ne do të çojmë deri në fund se jemi zbatues të ligjit. Dhe duke qenë zbatues të ligjit do flasim vetëm në konceptet procedurale. Si pra ti po thua, pse kësaj dosje i dalin të dhëna, një dosje tjetër të rëndësishme nuk i dalin të dhëna. Nuk i del as presje. S'dua të bëj sikur s'kuptoj. Dhe ky është thelbi. Atëherë, meqense nuk po e bëj thashë themin politik. Atëherë, ne duke zbatuar rregullin dhe detyrimin që kemi për të ruajtur sekretin hetimor, ju vijoni jeni korrekt, thoni ju. Po vijojmë të jemi korrekt. Por përballeni me një pakorrektësi standardi. Standard shumë të lartë dhe duke qenë në këtë prizën, atëherë ne po shfrytëzojmë ato çka janë bërë publike, jo prej nesh, për të diskutuar nga pikpamja procedurale. Çfarë ka ndodhur? Ju me drejt thoni, Akshi është në një situatë kaosi apo jo? Në datën 10 drejtoresha për shkak të një hetimi që është marrë nga prokuroria e posaçme, ka dhënë dorëheqjen. Në këtë moment, ne fillojmë dhe diskutojmë atë element të rëndësishëm që ka të bëjë me masën e sigurimit. Është shumë e rëndësishme për të diskutuar. Vetë gjykata e shkallës parë, kur me kërkesë të prokurorisë posaçme caktoi masën e sigurimit, elementin kryesor që kishte ishte fakti që mund të përsëritet e njëjta vepër penale dhe mund të dëmtojë prova duke qenë drejtoresh. Sot ky kusht i rëndësishëm ka rënë. Por gjykata e apelit duke mos dhënë të dhënat të tjera të rëndësishme, por duke dhënë vetëm argumentin që ka paraqitur gjykata e apelit në vendimin e saj, për sa i përket masës sigurimit, pikërisht për këto personazhe, sidomos për drejtoreshën, thotë, nuk ka asnjë rrezik largimi, nuk ka asnjë rrezik ikje, është një familjare e rregullt, është një personazh që ka një profesionalizëm, është një personazh që ka një karrierë të spikatur dhe për këtë arsye nuk ka asnjë element konkret për t'u larguar dhe në proporcionalitet masën e sigurimit që është arrest në shtëpi me masat e tjera të sigurimit, të cilat duhet të përdoren nga gjykata në rastin konkret. Që mund të ishte një masa legjendare, pezullim nga detyra. Se është bërë mas publike tani, është bërë mas popullore, është bërë mas virale. Pezullim nga detyra. S'pondodh as ajo, por mos po presin dhe ato vendimin e parlamentit dhe ata për atë mas. Gjithsesi, duke ecur në këtë frym, fakti që prokuroria e posaçme ka nisur një hetim, i cili është bazuar në deklarime, në akte dhe dokumenta shkresore të procedurave të tenderave. Është bazuar në një pajisje kompjuterike që ka realizuar videoregjistrimin, ne duhet të ecim në element të tjerë për të përcaktuar faktin që kur kemi shkelje të barazisë në tendera, prokuroria e posaçme patjetër që do çojë në gjykat jo vetëm deklarime, por do çojë prova konkrete për të vërtetuar që ligji administrativ i prokurimeve publike është shkelur apo jo. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë që e preku pak zoti Haxhia. Kemi të bëjmë me një videoregjistrim që është përdorur si indicie për të realizuar procesin e dyshimit arsyeshëm për të caktuar një masë sigurimi. Kjo video, e cila është marrë nga një pajisje kompjuterike gjatë një kontrolli banese, sigurisht që kërkon një transkriptim të saktë dhe të plotë të tëra bisedave për të mos lënë vend për interpretim dhe për keq interpretim kur ato bëhen publike në opinionin publik. Dhe kjo është detyra e hetimit dhe më pas pse jo dhe e gjykimit për të përcaktuar që ato biseda që janë bërë në ato video, a përbëjnë vepër penale, a kanë lidhje me dosje konkrete të tenderimit në Aksh, apo janë thjesht biseda të cilat mund të jenë personale për shkak të marrëdhënieve që un kam me Maksin, edhe vetë takoj Maksin dhe bëj një bisedë profesionale. Prandaj u thoni që duhet biseda të tëra, transkriptimi i bisedave. Një fjalë nga konteksti i asaj të tërës që mund të ketë qenë një bisedë normale. Prandaj duhet një transkriptim i plot dhe korrekt. A ekziston transkriptimi i plot? Deri më tani jo, sepse transkriptimi do të ndodh gjatë hetimit. Prandaj them, duhet kujdes nga ana e prokurorisë posaçme, përveç transkriptimit
plot që ajo do bëj të këtij videoregjistrimi, ajo duhet edhe ta përshtasi dhe ta përputhi me provat e tjera. Se në rast se unë flas me profesor Maksin dhe i them që në filan datë do e bëjmë nga 2, do e bëjmë 4, a kam një tender të posaçëm në aksh dhe ti shikon dhe e koordinon dhe e kryqëzon me provat e tjera. Të gjithë këto element të çojmë pasaj në argumentin që në rast se ti duhet kesh shkelje të barazisë në tendera, duhet të kesh patjetër dhe shkelje të ligjit administrativ. Në rast se ti nuk ke shkelur ligjin mbi prokurimet publike, barazia në tendera aty është, ke ligjin mbi prokurimet publike, se ka dhe një koncept shumë të thjeshtë. Kodi penal thot, vepra penale shkelje barazisë në tendera. Kush i përcakton rregullat e barazisë? Ligji i prokurimeve publike. Iku kjo. Ti nuk mund të marrësh dhe të kryosh dyshime për drejtuesin e institucionit, vetëm nga fakti që është drejtuesi i institucionit, vetëm nga funksioni administrativ që ja ka. Ti duhet të marrësh dhe prova konkrete dhe fakte dhe rrethana të cilat nuk mund të vinë nga persona të cilët kanë qenë anëtar të komisioneve të tenderimit dhe ata kanë përgjegjësitë e tyre penale. Dhe ata nuk mund të jenë vetëm dëshmitar në pikpamjen procedurale. Ti duhet mbash përgjegjësinë tënde penale dhe pastaj duhet të ecësh të flasësh në vërtetim. Drejtuesi ka dhënë urdhër anëtarëve të komisionit, nëse nuk vërtetohet ky urdhër, pra nëse e pare punës duhet vërtetohet. Dhe nuk ka firmë të saj, thua ti nuk është përgjegjësa. Jo vetëm aq, juridikisht sepse juridikisht nga pikpamja administrative, ti, kur them ti, si anëtar i komisionit, ti mban përgjegjësinë tënde, se ligji mbi prokurimet publike ty të bën autonom dhe drejtuesi i institucionit duhet ta lidhësh në pikë. Jo, komisioni merr vendimin në mënyrë autonome kolegjiale. Dhe autoriteti i entit prokurues është dikush tjetër që sot vazhdon të jetë dëshmitar jo i pandehur, dhe të gjithë këto element duhet të tregohen me të kujdesshëm nga ana e prokurisë posaçme që të arrijnë në një provë të plotë dhe të qartë që faktike thua ti që këtu ka qenë drejtuesi nuk mund të mbaj përgjegjësi vetëm se është drejtues, po drejtuesi duhet mbaj përgjegjësi në rast se është i lidhur me një marrëveshje kriminale me anëtarët e komisionit dhe këtë ditë ty të takon ta provosh me prova konkrete, në rast se drejtuesi ka shkelur në mënyrë të drejtë për drejtë ligjin e prokurimeve publike dhe më e rëndësishmja, anëtarët e komisionit duhet të jenë të përgjegjshëm për atë veprim që kanë kryer. Pastaj të shohin